Mbrëmjen e sotme Kiara ka bërë një ask që ne kupton të bisedoj me ndjekësit duke i kthyer atyre përgjigjen e çdo pyetje që kanë ne disa prej tyre. Ajo i ilustron me foro e disa me video. Shumica e njerëzve e pyesin për filmin që padyshim Kiara krenohet me. Këtë super projekt që po vjen por njëkohësisht tregoj dhe detajet e tjera shtesë të cilat i lërkasin premierës dhe do të ndiqet live të filmi ndërsa Kiara hedh storyt e saj vemre një detaj që Luizit i ka djegur pakez dhe si me ngacmim bëhet fjale për një dhuratë simbolike kur Kiara të mbushi 31 vjeç. Ai i thot me mirë mos ta mendosh dhuratën e 31 vjetorit për çfarë e ka valle mos. Kiara ka planifikuar të bleje diçka të shtrenjtë për veten apo janë thjesht lojra të ciftit. Kjo mbetet për tua parë ndërkohë në një postim tjetër kemi të bëjmë me ëmbëlsiren tonë të vogël Lunushen e cila shfaqet duke ecur ndërsa dikush e pyet për Borën. Kiara tregon se nuk e ka qejf Borën e dikush tjetër e pyet për Kiarën para 10 vitesh edhe ajo përgjigjet nuk do e besoja si isha e si jam para 10 vitesh. Dikush e pyet për njerëzit negativ dhe ajo përgjigjet i dua vetëm pozitivet. I peshoj shumë komentet pozitive e falenderoj ata që më mbështesin. Ndërsa komentet negative janë a shkalon e mira është thot ajo ta jetoj me jetën në paqe e shpirtin ta kemi të qete. Kjo është shumë gjë e mirë. Dikush e pyet a do të shfaqet filmi në Gjermani dhe ajo i përgjigjet filmi do të shfaqet brenda dhe jashtë rajonit. Ndërsa dikush tjetër i thotë se si do t'i përballosh premierat dhe ajo i përgjigjet të konsumoj shumë kafe. Dikush e pyet sa kohë kishit që e mendonit të bënit film. Ajo i përgjigjet duke i thënë 3 vite pra pas ka qenë kohë e gjatë që ciftia mendon ta bëj filmin e jetës së tyre. Po ju çfarë mendimi keni për këtë super projekt? Ne ju urojmë suksese në këtë super premier ciftit Elli dhe produksionit të palodhur Eduar Arte. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.